Përshëndetje të nderuar ndjekës të Podcast Akademia, në një hapësirë e kushtuar kërkimit shkencor, risive teknologjike dhe zhvillimit akademik mbar shqiptar. Në këtë episod do të ndalemi në një nga arritjet më të rëndësishme institucionale dhe shkencore të viteve të fundit, siç është njësia e nanoteknologjisë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e njohur gjithësisht me emrin NanoAlb. Për të na folur në lidhje me zanafillën strukturën dhe rrugtimin e kësaj njësie, kemi të ftuar drejtuesin e NanoAlbit, akademik Arben Merkoçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve për pranimin e ftesës. Do ta nisemi siç e thamë edhe në fillim me atë çfarë ju mund të na tregoni në lidhje me misionin e njësisë nanoteknologjisë të ngritur vitet e fundit pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Patjetër, me kënaqësi. Njësia e nanoteknologjisë e ngritur pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë funksionon që prej gati 6 vitesh pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Për momentin është një njësi virtuale, e them virtuale sepse laboratoret, grupet shkencore të cilat punojnë në këtë qendër, pra në njësinë e NanoAlbit, janë të shtrirura në vende të ndryshme të rajonit, në zonat shqiptare, por edhe më tej, pra kemi grupe shkencore të cilat janë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, kemi edhe grupe të asociuara nga vende të tjera të Ballkanit, nga Greqia, nga Serbia, po kështu dhe vende të Komunitetit Evropian, grupe të asociuara nga Italia, nga Spanja, nga Izraeli. Pra është një njësi e cila funksionon kryesisht në mënyrë virtuale. Kjo do të thotë që është një njësi e cila koordinon aktivitetet e nanoteknologjisë në grupe të ndryshme shkencore. Duhet të thënë që këto grupe shkencore janë pikërisht një model i rëndësishëm i qendrave të ekselencës që funksionojnë dhe mënyra se si operojnë pra është futur edhe në këtë qendër dhe duke ndjekur edhe modelin e qendrës së nanoteknologjisë ku unë punoj në Barcelonë. Ideja e qendrës pra është që të vënë në kontakt grupet shkencore midis tyre, të shikojë mundësinë e përdorimit të infrastrukturave të cilat mund të ndodhen në disa laboratore, të tjera laboratore mund të mos i kenë, por e rëndësishme gjithashtu mbështetja që po jep Akademia e Shkencave me disa projekte të cilat ne i quajmë Ignite, kuptohet janë projekte modeste, por të mjaftueshme për të filluar atë bashkëpunimin midis grupeve shkencore dhe pikërisht këtë vit jemi në përfundimin e raundit të tretë të projekteve kërkimore shkencore të quajtura Ignite, ku çdo projekt paraqitet, vlerësohet nga referues të huaj dhe kur aprovohet projekti duhet të demonstrojë një bashkëpunim midis të paktën 2 grupeve nga qendra e nanoteknologjisë me një grup të tretë ndërkombëtar. Këto janë disa nga aktivitetet që bën qendra, duke përfshirë dhe workshope të rëndësishme dhe pikërisht sot kemi qenë në workshopin dhe vazhdojmë me workshopin e bashkëpunimit me industrinë. Pra bashkëpunimi i nanoteknologjisë, i grupeve të NanoAlbit me industritë të cilat janë ftuar për të parë mundësitë dhe sinergjitë që ka kërkimi shkencor në akademi, pra në grupet kërkimore shkencore të njësisë me industrinë, sepse edhe industritë në rajon tashmë janë në fazën që ka mundësi dhe ka kërkesë, ka nevojë për kërkimin shkencor, ndërkohë që pjesa akademike ka nevojë dhe për financim, por njëkohësisht ajo që është shumë e rëndësishme për atë kërkim shkencor i cili duhet shkojë tek shoqëria, tek shoqëria, sepse kërkimi shkencor që bën sektori shkencor i akademisë është një kërkim shkencor i cili bazohet në fondet publike dhe ne duhet t'i kthejmë shoqërisë atë çfarë marrim. Kuptohet, krahas kërkimit shkencor bazik, pra basic research, që thuhet në anglisht, kërkimi shkencor e aplikuar është shumë i rëndësishëm dhe pikërisht kjo është edhe një nga aktivitetet që kryen qendra e nanoteknologjisë. Ju e përmendet edhe vetë profesor që pjesë e kësaj qendre dhe për funksionimin e punës së saj janë shumë grupe shkencore, cilët kanë qenë sfidat tuaja për bashkimin e këtyre grupeve nga Kosova, Shqipëria, apo qoftë edhe nga vendet e tjera të rajonit. Sa e vështirë ka qenë që ju t'i bënit bashkë në një mendim në lidhje me këtë fushë kaq të veçantë siç është nanoteknologjia?
Kërkimi shkencor në fushën e nanoteknologjisë është një kërkim i cili është shumë transversal. Është transversal në kuptimin që aty ka shumë fusha shkencore. Nanoteknologjia që konsiderohet si teknologjia e shekullit është një shkencë dhe teknologji e cila bazohet në kimin, biokimin, në shkencën e materialeve, në biokimin, në elektronikën, informatikën. Pra është një shkencë e cila ka shumë komponente të njohurive bazë, por edhe të aplikuara. Kjo kërkon që zhvillimet në fushën e shkencës së nanoteknologjisë të bëhen edhe në bashkëpunim. Dhe pikërisht ne këtë kemi kërkuar dhe qendra e nanoteknologjisë që po flasim, që ka rreth 6 vite që është krijuar pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nuk ka qenë rasti, por ka qenë një punë e cila është bërë që më parë për të identifikuar grupet shkencore dhe krijuar grupet shkencore të cilat janë të shpërndara aktualisht në universitete të ndryshme, rajone, vende të ndryshme, dhe pikërisht kjo ka qenë një nga sfidat kryesore, pra identifikimi i ekselencës që kemi në kërkimin shkencor në fushën e nanoteknologjisë. Nanoteknologjia, unë e them shpesh, është një shkencë e cila është aq e sofistikuar, po aq edhe e thjeshtë në kuptimin që edhe për këtë përmenda që kërkimi shkencor në fushën e nanoteknologjisë kërkon kuptohet infrastrukturë shumë të rëndësishme, por mund të bëhet edhe me mjete dhe infrastrukturë të cilën disa laboratore në rajone edhe i kanë, në fushën e kimisë, biologjisë, për përgatitja për shembull e nanogrimcave, përdorimi i tyre për krijimin e sensorëve, që janë disa nga aktivitetet që kryen qendra e nanoteknologjisë. Dhe këto kanë qenë sfida, por që vazhdojnë akoma, sepse nuk mund të themi që ne mund të jemi si qendër e nanoteknologjisë konkurrues, kompetitiv në këtë fushë, kërkohet investim, kërkohet mbështetje, por të paktën atë që po bëjmë ndërkohë që presim mbështetje, presim dhe kjo është sfida, një nga sfidat e mëdha që kemi, pra ngritjen e qendrës fizike të nanoteknologjisë, ne po mundohemi që të përdorim në mënyrë sa më eficiente ato çfarë kemi dhe njohja e grupeve shkencore midis tyre, grupe shkencore nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, por edhe me grupe të tjera në vendet që përmenda, të Europës apo të Ballkanit, ka bërë që kolegët nga këto që janë pjesë e grupeve të nanoteknologjisë të fillojnë bashkëpunimin midis tyre dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një veprim i desh. Profesor, siç ju e përmendët, nanoteknologjia është një fushë ndërdisiplinore. Domethënë, cilët janë drejtimet kryesore prioritare që ju keni ndjekur që ndikojnë në zhvillimet e fundit në vendin tonë? E përmenda që nanoteknologjia pra është një shkencë dhe teknologji ndërdisiplinare, por fushat e aplikimit janë vërtet të gjëra dhe me shumë rëndësi në përgjithësi pra për në nivelin ndërkombëtar, por edhe për rajonin në përgjithësi dhe Shqipërinë në veçanti. Aplikimet kryesore të nanoteknologjisë dhe për të cilat ne mundohemi të punojmë në qendrën e nanoteknologjisë shkojnë nga fusha e shëndetit, pra kanë të bëjnë për shembull me zhvillimin e sensorëve me rëndësi për diagnostikimin apo materialeve për aplikimin në trajtimin e sëmundjeve, siç janë për shembull nanogrimcat të cilat përdoren si mbartës për shembull të medikamenteve. Pra nga fusha e mjekësisë, shëndetit tek fusha e mjedisit, përdorimi i nanoteknologjisë për monitorimin e ndocëve të ambientit, ndocëve të ujit, për shembull ndocit në tokë, është një problem shumë i madh për zhvillimin e bujqësisë në vendin tonë, por edhe fushat të tjera që kanë të bëjnë për shembull me energjinë, përdorimi i materialeve, nanomaterialeve për ndërtimin, fabrikimin e pajisjeve, siç janë panelet solare për shembull, por edhe aplikime të tjera në fushën e ndërtimit, përdorimi i nanomaterialeve për të ndërtuar materiale të cilat konsiderohen të zgjuar smart, që mund të jenë me interes. Gjatë kohës Covidit, për shembull, kishim edhe një grup shkencor që punonte pikërisht në disa nanomateriale të cilat përmbanin disa materiale të cilat përmbanin nanomateriale të cilat mund të përdoreshin si rezultat i bashkëveprimit edhe me rrezatimin ultraviolet e tjerë në shkatërimin për shembull të virusit e tjerë. Kuptohet, studime bazike, por që kanë interes edhe për aplikim
me të cilat grupet e nanoalbit po punojnë dhe mundohen dhe pikërisht po e përsëris që në këtë takimin e sotëm të workshopit me industrinë kishim si qëllim pikërisht të shikonim, të identifikonim ato projekte, sado modeste, të cilat mund të jenë me interes dhe që zgjojnë atë interesin e industrisë për të kaluar pastaj në aplikime reale. Duke qenë se gjitha këto të dhëna që grumbullohet në fusha të ndryshme, domethënë në mjekësi, ndërtim, si funksionon ndërlidhja që bëhet me laboratoret universitare apo institucional në vendin tonë? Sa e vështirë është kjo komunikim mes nanoalbit dhe institucioneve në... Po, kjo është një pikë shumë e rëndësishme, sepse bashkëpunimi është kyç në përgjithësi për shkencën. Pra, shumë e rëndësishme, unë e përmend gjithmonë edhe në institucionin ku punoj në Barcelonë, ne jemi pjesë e shumë rrjeteve të bashkëpunimit, pra ne jemi të ndodhemi në një kampus universitar, ne jemi qendër independente e pavarur, por kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me universitetin ku ndodhemi. Po njëkohësisht ne kemi bashkëpunime me rrjetin e këtyre qendrave të ekselencës edhe me qendra të tjera të cilat ndodhen në zonën ku punojnë në Barcelonë, në Spanjë. Pra, të njëjtën gjë mundohemi të transmetojmë edhe këtu, pra bashkëpunimi midis qendrës sonë të nanoteknologjisë, pra në Akidemisë së Shkencave të Shqipërisë, bazohet në grupet kërkimore shkencore. Këto grupet kërkimore shkencore janë aktualisht pjesë e universitetit dhe këtu pikërisht qëndron edhe ajo e bukur e këtij bashkëpunimi, sepse është diçka me interes të gjitha institucioneve. Dhe ne në kërkimin shkencor e bazojmë pra grupet shkencore përbëhen nga profesorë universiteti, nga student doktoratët universitetit, pra janë pikërisht pjesë e këtij universiteti, por që mbështeten dhe janë pjesë përbërëse e kësaj qendre të nanoteknologjisë. Pra, në fundit qëllimi ynë është që të bëjmë një shkencë të mirë, të mbështesim kërkuesit shkencor dhe nuk ka rëndësi se sa nga vjen kjo mbështetje, është nga Akademia e Shkencave, është nga institucionet, nga universiteti, dhe është pikërisht kjo që duam të transmetojmë që si kërkues shkencor ne kemi nevojë për mbështetje. Dhe kjo mbështetje mund të vijë nga universiteti, mund të vijë nga Akademia e Shkencave, mund të vijë nga sektori privat, mund të vijë nga fondet europiane. Pra, ajo që është rëndësishme është kërkuesi shkencor duhet të jetë i qetë për të përqendruar te kërkimi shkencor. Dhe pikërisht këto institucione që bashkëpunojnë të merren vesh në mënyrë që ky bashkëpunim dhe kjo mbështetje të jetë në një farë mënyrë e sinkronizuar dhe të jetë vetëm pozitive për sa i përket impaktit që puna e kërkuesit shkencor do të japë në fundit. Po, rezultati është ajo që intereson çdo kujt, patjetër. Pra, të qenurit pjesë e disa qendrave, institucioneve, domethënë, është vetëm pozitive. Dhe e përsëris edhe një herë, sa më shumë mbështetje të ketë kërkimi shkencor, pra kërkuesi shkencor nga institucionet, aq më mirë është për shkencën. Shkenca ka nevojë për mbështetje, shkenca ka nevojë për bashkëpunim, dhe kjo mund të arrihet vetëm nëse institucionet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po është vërtet. Ju e përmendët edhe pak më parë mbështetjen europiane. Përgjatë këtyre 6 viteve që funksionon qendra Nanoalb, sa e fortë ka qenë kjo mbështetje dhe si ka reflektuar në punën tuaj? Në fakt, nuk mund të them që nga pikpamja institucionale se në ç'gjendje është ky bashkëpunim, sepse por fakti ka treguar që qendra po funksionon fal këtyre profesorëve të universitetit, studentëve të doktoratës janë në grupet e atashuara dhe pikërisht këtë mbështetje dhe koordinim që bëhet nga Akademia e Shkencave. Pra, realisht, faktikisht, ky bashkëpunim vazhdon, sepse këto grupe janë pra përbërësit e grupeve i vinë nga universitetet dhe janë njëkohësisht të lidhur dhe të mbështetur nga Akademia e Shkencave. Kështu që me pamja faktike, ky bashkëpunim ekziston. Ndoshta duhet formalizohet dhe ka nevojë të formalizohet, por unë them që shpeshherë kërkuesit shkencor ndoshta jemi më të avancuar se sa politika, se sa ligjet, sepse shpeshherë ka burokracira dhe ndërkohë që presim që ndoshta gjërat të rregullohen nga pikpamja legjislative, ne duhet bëjmë punën shkencore dhe për ne ka rëndësi që të kemi mbështetje. Se nga vjen kjo mbështetje nuk ka rëndësi, rëndësishme është ta bëjmë punën sa më mirë dhe të përfitojmë pikërisht nga kjo mbështetje për të bërë atë që ne dimë të bëjmë, që është shkenca.
Një nga shtyllat më të rëndësishme në çdo fushë, jo vetëm në atë shkencore, është edhe diaspora. Si po funksionon konkretisht ky bashkëpunim mes jush dhe diasporës në aspektin e projekteve të përbashkëta, transferimit të njohurive dhe mentorimit që bëhet me kërkuesit brenda dhe jashtë vendit? Domethënë, sa të lidhur i keni ju marrëdhëniet me njëri tjetrin, sa të interesuar mund të ketë qenë diaspora për të qenë mbështetës të Nano Albit në të krijuar pranë Akademisë së Shkencave? Po. Është shumë e rëndësishme dhe në fakt në vitet që jemi kemi diasporë. Unë jam pjesë e diasporës, njëkohësisht e konsideroj veten edhe shumë të lidhur për detyrën që kam si antar Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, por edhe me projekte europiane në bashkëpunim për shembull me Universitetin e Tiranës. Por diaspora shqiptare sot ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe ne jemi të gjithë konshient për këtë. Dhe pikërisht për këtë ne mundohemi të gjejmë mënyra pra që të i përfshijmë kolegët shqiptar nga diaspora në bashkëpunim me projekte që kemi në Nano Alb. Kemi përdorur mënyra nga më të ndryshmet. Radhë të parë, ajo që unë them që është shumë e rëndësishme gjithmonë për të bërë një projekt bashkëpunimi është të njohësh personat. Dhe të shikosh, domethënë, nëse vërtet ka një interes ose ti zgjosh interesin, sepse diaspora ka dhe detyrat e veta në vendin ku punon. Po, patjetër. Dhe duhet patjetër pra të ketë këtë kontaktin e parë, unë i them zgjimin e interesit dhe kuptohet dëshira e të gjithëve që janë diasporë është për të ndihmuar. Ne jemi munduar për shembull me webinare, të cilat organizojmë rregullisht, ku ftojmë edhe shumë shqiptar të suksesshëm që mund të jenë në nivelin e senior researcher, profesor, por edhe student doktorate, të cilët japin një seminar për kërkimin shkencor që ata po zhvillojnë në vendin e tyre, në mënyrë që të njohin njëri tjetrin dhe pastaj të mund të aplikojnë. Dhe këtë kemi parë pastaj pikërisht e këto projektet Ignite. Në projektet Ignite ne kemi mundësinë që 2 grupe nga Nano Albi të bashkëpunojnë me një grup ndërkombëtar. Ky grup ndërkombëtar mund të jetë edhe pra një person nga diaspora. Njëkohësisht duke bashkëpunuar dhe me mekanizma të tjera që funksionojnë, për shembull ato projektet e njohura RIT të diasporës nga ADF-ja, kanë qenë edhe ato një mundësi e mirë që kolegë të cilët janë afruar të bashkëpunojnë me Nano Albin, bile edhe nëpërmjet kongreseve që ne organizojmë, sepse kongreset e nanoteknologjisë organizojmë çdo vit, këtë vit është i 6-ti radhazi që organizojmë, sjellin edhe profesor ekselent nga i gjithë bota, që janë dhe shqiptar disa prej tyre, dhe këta pikërisht duke u njohur edhe me kolegët këtu në Shqipëri, në zonat shqiptare, aplikojnë edhe në projektet përbashkëta, që siç e përmenda, janë jo vetëm këto Ignite që kemi nga Akademia e Shkencave, por edhe projektet RIT nga ADF-ja, por edhe projektet europiane. Ne kemi pasur edhe një rast shumë të mirë për shembull të një projekti i cili solli një financim shumë të madh për Universitetin e Tiranës, si bashkëpunim i qendrës ku unë punoj në Barcelonë me një qendër në Republikën Çeke, që pikërisht janë kolegë profesor që vinë vazhdimisht në Kongresin e Nanoteknologjisë me Universitetin e Tiranës për të rritur, fuqizuar kapacitetin shkencor të Universitetit të Tiranës në fushën e nanobiosensorëve për monitorimin e ndocëve të mjedisit. Një projekt i cili duheshe dhe u udhëhoq suksesshëm nga një profesore koordinuese e Nano Albit, profesore Majlinda Vasjari, me të cilin ne patëm mundësi gjatë më shumë se 3 viteve të transferojmë ekspertizën që kemi në Barcelonë, në Republikën Çeke, te kolegët, dhe unë jam shumë i kënaqur për këtë, sepse kolegët e Universitetit të Tiranës tashmë po bëjnë në këtë fushë një kërkim shkencor që unë do thoja që nuk ndryshon nga kërkimi shkencor që ne bëjmë në Barcelonë për shembull. Nuk dua të jem shumë optimist ndoshta, ose jam optimist ndoshta më shumë, por vërtet ne jemi shumë të kënaqur sepse një nga këto 2 studentët që punonin më shumë në këtë projekt tashmë janë në një fazë të prodhimit të tyre shkencor, që është vërtet një niveli i cili meriton bile dhe vazhdimsinë e mëtejshme. Pra, mundësirat që ka diaspora janë të shumta, ne na kërkohet jemi ndoshta pak kreativ dhe t'i kërkojmë institucioneve, sepse shumë kolegë nga diaspora mund të përfshiheshin në institucionet tona, bile edhe në këto grupet si të atashuar. Kjo do të kërkonte më shumë mbështetje financiare, sepse kolegët që punojnë në diasporë
kanë mundësi, pra duhet i ofrohet diçka, ndoshta kanë nevojë për një kontratë pune ose të pjesme ose mundësira nga më të ndryshme. Që të jenë më aktiv. Për të siguruar në të ardhmen, kuptohet, kjo kërkon financim, por ajo që flitet shumë që është thithja e trurit, domethënë, është pikërisht kjo që këto persona që punojnë në diasporë dhe që kanë dëshirë të kthehen në vendin e tyre, duhet të kenë mundësira, duhet i ofrohen kontrata pune, duhet të kenë laboratore, infrastrukturë të nevojshme, në mënyrë që të mund dhe të jenë të kënaqur për të kthyer. Por mundësirat ekzistojnë, janë të shumta. Përveç diasporës, cila është strategjia që ndjek Nano Albi për të tërhequr studiuesit të rinj, të moshave të reja, dhe a ka një plan afatgjatë që të kontribuojë në frenimin e asaj që ne e quajmë ikja e trurit? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe në fakt qendra e nanoteknologjisë e thekson gjithmonë shumë e rëndësishme, kërkimi shkencor bëhet nga të rinjt, bëhet nga ata që bëjnë tezat e masterit, temat e masterit, studentët e doktoratës, dhe ne akoma kemi një problem në Shqipëri, domethënë që nuk kemi një sistem të stabilizuar që fillon që nga studentët e masterit, të doktoratës, të postdoktoratës, të gjitha këto, të paktën siç i kemi ne në Barcelonë dhe siç i kërkon tashmë kërkimi shkencor evropian, kërkon që të ketë mbështetje financiare me bursa studimi duke filluar në të gjitha nivelet. Dhe ne kemi një lloj fragmentimi në Shqipëri, për sa i përket për shembull duke filluar që nga studentët e doktoratës dhe ata që quhen kërkues shkencor postdoktorat janë inekzistent në Shqipëri, sepse nuk ka mbështetje financiare. Unë do thoya që ne si qendra e nanoteknologjisë po mundohemi të bëjmë aq sa mundemi, por të gjitha këto varen edhe nga mbështetja që jep financiare, kuptohet nga ajo që përdor shteti për buxheti që përdor shteti për shkencën, për edukimin, dhe vërtet sado të përpiqesh, ne po mundohemi pra me ato çfarë mundemi të shikojmë komplementaritetet që kemi midis grupeve shkencore dhe të bëjmë bashkëpunime, por për të bërë diçka serioze pra kërkohen edhe të krijojnë këto programet e tërheqjes së trurit, sepse në radhë parë për të tërhequr të rinj që të punojnë edhe në qendra shkërtimore shkencore, duhen kontrata pune, duhet infrastruktura, pra ka shumë nevoja, por ne ndërkohë që presim që të zgjidhet dhe të ketë mbështetje financiare, mundohemi me ato çfarë kemi mundësi të bëjmë atë pjesën tonë, pra. Pjesa tjetër i takon qeverisë. Që të kenë mbështetjen e duhur, patjetër. Janë gjëra që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe janë të pashmangshme në fakt. Së fundi ju keni qenë edhe në takime të rëndësishme ndërkombëtare, siç është edhe takimi me akademik në Alea në Varshavë dhe një takim tjetër të organizuar me përfaqësues sërish shkencor të ESAK në Qipro. Çfarë mund na thoni, cilët janë risitë që ju morët apo mund të risillni për të mirë të Nano Albit? Këto takime ishin shumë interesante, kanë ndodhur gjatë këtij muaji, unë isha në së pari në takimin e ESAK, që është një akademi europiane që merret kryesisht me science policy, me politikat shkencore, por kryesisht me tematikat shkencore që akademitë europiane në bashkëpunim me Komitetin Evropian duhet të zhvillojnë në vitet që jemi, por edhe në të ardhmen. Dhe ishte shumë interesant takimi, sepse ishte ftuar Akademia e Shkencave që të ishte asistuese në këtë takim, ku marrin pjesë vetëm akademitë e vendeve europiane, pra të Komitetit Evropian, dhe ishte hera parë që vinte një vend i cili mund të asociohet dhe do jetë, edhe në fakt Shqipëria është një vend kandidat. Dhe ajo që diskutuam dhe unë me kënaqësi prezantova çfarë bën Akademia e Shkencave e Shqipërisë, nevojat që ka dhe një rastin e Nano Alb, që tani e quajmë dhe Nano Ballkan, sepse është kthyer në një qendër rajonale, dhe ajo që ju transmetova, pra në radhë parë nevojën që ka Akademia e Shkencave të Shqipërisë, në përgjithësi shkenca dhe teknologjia në Shqipëri për mbështetje edhe nga akademitë, domethënë. Dhe një nga dërtimet kryesore është pikërisht ajo që quhet shkenca për politikën, Science for Policy, e cila është një nga parimet shumë të rëndësishme, të cilën duhet ta ndjekin akademitë, dhe në fakt akademitë europiane po e ndjekin. Kjo do thotë që çfarë
propozojnë kërkuesit shkencor, pra tematikat shkencore, drejtimet shkencore, është pikërisht ajo që duhet edhe institucionet të mbështesin, dhe jo e kundërta. Pra, propozimet për tematikat shkencore duhet vinë nga poshtë, nga kërkuesit shkencor, të cilët i propozojnë dhe i kërkojnë institucioneve të cilët i mbështesin. Dhe kjo është një nga gjërat shumë të rëndësishme që edhe Alea e ka si një pikë synim, në mënyrë që të evitoj pra të tjetrën, që politika të drejtoj apo të propozoj tematika shkencore, e cila nuk shkon, sepse duhet jenë vetë drejtuesi shkencor ato që e kanë në dorë. Po, liria e kërkimit shkencor. Dhe ne diskutuam shumë për këto dhe për nevojën që kanë Shqipëria dhe vendet si Shqipëria të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe vendet të asociuara, për mbështetje më shumë, për të siguruar atë që quhet homogeniteti i kërkimit shkencor, ekselencës në Europë. Unë ju transmetova aq sa munda dhe edhe me mbështetjen e shumë kolegëve të tjerë, rëndësinë që ka për vendet si Shqipëria, për vendet e Ballkanit Perëndimor që do të futen në Komunitetin Evropian, për rritjen e nivelit shkencor, sepse kur të vi momenti që Shqipëria të futet dhe vendet e Ballkanit Perëndimor të futen në Komunitetin Evropian, duhet të ketë arritur një nivel ekselence në mënyrë që të integrohet në mënyrë naturale me atë sistemin e Komunitetit Evropian. Dhe për këtë ne jemi në diskutime dhe ndoshta në kuadrin e Kongresit të Nanoteknologjisë që kemi këtu në Tiranë në fund të tetorit, do të bëhet një takim, një sesion i veçantë i dedikuar nga Alea dhe ndoshta nga ESAK në bashkëpunim me Nano Ballkan, me konferencën, në mënyrë që dhe do jenë të ftuar dhe nga akademitë të tjera europiane të interesuara për pikërisht për këtë problemin. Çfarë mund të bëjmë për vendet e Ballkanit Perëndimor, për vendet që do të asociohen, në mënyrë që kërkimi shkencor, niveli i kërkimit shkencor të rritet. Dhe pikërisht do t'i dedikohemi, shpresoj, akoma nuk është vendosur përfundimisht, por ky takim do jetë shumë i rëndësishëm për të bërë atë që quhet brainstorming, për të analizuar situatën, sepse ka shumë programe europiane të cilat janë për mbështetjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor, sikur janë programet twinning, programet widening, programet ERC, CHAIR, etj, apo programet Marie Curie, apo programet ERC, por eficienca e këtyre programeve, kur vjen fjala tek aplikimi i tyre, implementimi i tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor, nuk është ajo që duhet. Dhe ajo që është më e keqja, nuk ka një vazhdimsi. Pra, ka financim nga Europa, projektet mund të zgjasin 3 vjet, 4 vjet, por mbas atyre projekteve nuk shikohet dhe nuk ka një ndjekje se çfarë do të ndodh. Pra, pikërisht ky financim që jep Europa për vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të bëhet më eficient dhe ne duam të kërkojmë mekanizma dhe t'i propozojmë pastaj institucioneve në Komunitetin Evropian, kuptohet, si Akademia e Shkencave në Shqipëri, por edhe në bashkëpunim me kolegët nga akademitë e tjera, në mënyrë që kjo Science for Policy që është shumë e rëndësishme për të gjithë, po aq më shumë për vendet e Ballkanit Perëndimor, të jetë sa më eficient. Pra kanë qenë takime shumë të rëndësishme dhe vërtet jam i kënaqur bashkë me kolegët e tjerë që ishin të pranishëm nga kryesia e akademisë dhe shpresojmë që ky bashkëpunim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me këto institucionet europiane të akademike do të japë rezultate. Gjithmonë pra ajo që ne bëjmë është që të propozojmë, të analizojmë dhe të kërkojmë institucioneve që të na mbështesin akoma më shumë në kërkimin shkencor. Edhe ne urojmë që të jenë sa më të arritshme rezultatet që ju prisni dhe i keni vënë parim qendrës mbi të gjitha. Profesor Markoçi, ju falenderoj për këtë bisedë që ju ndat me neve, për gjitha këto informacione dhe për ecurinë e qendrës Nano Alpit. Ju falenderojmë edhe ju që na ndoqët në këtë episod. Mos harroni të na ndiqni edhe në kanalet tona zyrtare të Akademisë për të njohur me projektet, iniciativa dhe risitë më të fundit që vijnë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Deri në takimet e radhës, mirupafshim.